futemi në ditës dhe të vijojmë sipas votimit. Zonja ministre, fjala për ju. Një minutë, lutem. Një minutë se e kam 10. Edhe një herë shumë faleminderit me keqardhje për këtë situatë, pasi nuk do donim të mbivendoseshim ndërkohë që flasim për një dokument kaq të rëndësishëm. Do t'ju lutesha zotrinve të mund na japin mundësinë për të shprehur në lidhje me këtë projekt buxhet, i cili ju lutem parashikon mundësinë të nderuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke alokuar një buxhet total për 77.2 miliard lekë, të cilat dahen në shpenzime korrente. Ju lutem për shpenzimet korrente për 6.97 miliard lekë dhe shpenzime kapitale në vlerën 70.2 miliard lekë. Shpenzimet kapitale të nderuar përbëhen nga financimi brendshëm në vlerën 56.2 miliard lekë apo 80% të financimit përgjithshëm, ndërkohë që financimi huaj përbëhet nga 14 miliard lekë ose 20% të gjithë shpenzimit në vetvete. Në lidhje me vitin 2027, projekt ligji i akordon Ministrisë Infrastrukturës e Energjisë një buxhet total prej 80.6 miliard lekë. Urojmë të kenë mundësinë për ta qetësuar të debat. Me shpenzime korrente në vlerën 7.2 miliard lekë dhe shpenzime kapitale prej 73.3 miliard lekë. Të nderuar, ju lutem qetësi, ju lutem mundësinë që të mund të shprehemi. Shpenzimet kapitale përbëhen nga financimi brendshëm në vlerën 55.3 miliard lekë ose 75.5% dhe financimi huaj në vlerën 18 miliard lekë ose 24.5% për vitin 2028 të nderuar. Ju lutem na mundsoni që të mund të shprehemi për këtë akt. Projekt ligji parashikon një buxhet total të alokuar për 74.2 miliard lekë me shpenzime korrente, 7.4 miliard lekë shpenzime kapitale, 66.7 dhe shpenzimet kapitale përbëhen nga një financimi brendshëm 49.3 miliard dhe financimi huaj në vlerën 17.4 miliard lekë apo 26% të gjithë zërit të financimit të përgjithshëm, të brendshëm dhe të jashtëm. Në këtë pikë të nderuar, do të doja të jepja fjalën zëvendës ministrit Besian Kadiu, që do të mund bëj prezantimin e të gjithë sektorit energjisë dhe projekt buxhetit në lidhje me mbështetjen për sektorin energjisë. Shumë ndjes që po flasim mbi njëri tjetrin. Ju lutem na mundësoni që të mund të vazhdojmë ta bëjmë të prezantim me lejen e kryetares. Vazhdon zoti Kadi. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet, me shumë. Atëherë po filloj prezantimin e programit buxhetor 2026-2028 për sektorin energjetik, i cili ndahet në 3 programe kryesore: programi për industrinë, programi për burimet natyrore dhe programi për energjinë. Duke dashur ta nisim për programin për industrinë. Fondet buxhetore të parashikuara në programin mbështetje për energjinë synojnë që të mbulojnë, të mbështesin zhvillimin e politikave dhe strategjive në fushën e industrisë, rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit industrial, përmirësimin e inspektimeve dhe monitorimit të sigurisë në impjantet industriale, pajisjet elektrike dhe pajisjet në presion, parandalimin e aksidenteve industriale, konservimin e ishndërmarrjeve në likuidim deri në përfundimin e procesit të privatizimit. Fondet buxhetore janë për vitin 2026 janë parashikuar. Projekt ligji i akordon Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë në programin e mbështetjes për industrinë vlerën 421 milion lekë.
shpenzimet korrente në vlerën 394 milion lek, shpenzimet kapitale në vlerën 57 milion lek. Shpenzimet kapitale përbëhen nga financimi brendshëm 57.7 milion lek dhe pra 100% i mbuluar nga buxheti i shtetit. Projekt ligji për vitin 2027 i akordon Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në programin mbështetjet për burimet natyrore vlerën 473.2 milion lek, shpenzimet korrente në vlerën 395 milion lek, shpenzimet kapitale në vlerën 78 milion lek, financimet të mbuluara në 100% nga buxheti i shtetit. Për vitin 2028, programi mbështetjes parashikon 475.1 milion lek, të ndarë në shpenzime korrente me 397 milion lek dhe shpenzime kapitale 78 milion lek. Financime dhe ky në tërësi financimi brendshëm nga buxheti i shtetit. Projekt ligji për buxhetin në vitin 2026 siguron mbështetje buxhetore për shpenzimet e personelit, paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore, shpenzime administrative të funksionimit të Inspektoriatit Shtetëror Teknik, ishti dhe qendrës grumbullimit trajtimit kimikateve të rrezikshme. Të dyja këto aktivitete të rëndësishme për të siguruar jo vetëm veprimtarinë industriale, por dhe sigurinë e jetës në këto veprimtari, sidomos në rastin e Inspektoratit Teknik, si dhe sigurinë mjedisore në rastin e qendrës të grumbullimit trajtimit kimikateve të rrezikshme. Shpenzimet kapitale në projektet me financim të brendshëm janë përfshirë objekte për përmirësimin e teknologjive të shfrytëzimit të zonave ekzistuese industriale. Këto projekte synojnë rritjen e nivelit të sigurisë, së shfrytëzimit, mirëmbajtjes, përdorimit të produkteve, pajisjeve dhe instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion, veprimtari kjo e ushtruar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial. Eliminimi i rrezikut të dëmtimit nga kimikatet të rrezikshme të papërdorshme në gjendje dhe kushte depozitimi dhe ruajtje në magazina apo ambiente të ish ndërmarrjeve në varësi të ministrisë apo të ministrive të industrisë dhe energjisë apo të infrastrukturës dhe energjisë. Konkretisht, qendra e grumbullimit dhe e trajtimit të kimikateve të rrezikshme në Elbasan. Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfilleve në të cilat janë depozituar mbetjet e rrezikshme në administrimin e ndërmarrjes uzina azotike e plerave azotike e Fierit me vendodhje në Fier edhe në Vlorë. E nderuar zonja kryetare, për programin mbështetje për burimet natyrore. Programi mbështetje për burimet natyrore ka për qëllim nxitjen e rritjes së sektorit të shfrytëzimit të burimeve natyrore dhe të kërkim zbulimit përmes promovimit dhe inkurajimit të zbulimit të burimeve të reja potenciale, mineral mbajtëse apo dhe jo metalore apo jo metalore. Mbështetja buxhetore për programin siguron vazhdimsinë e politikave në fushën e menaxhimit burimeve natyrore, për zhvillim të qëndrueshëm të sektorit minerar dhe për rritjen e transparencës dhe shfrytëzimit racional të burimeve natyrore. Projekt ligji parashikon 492 milion lek në vitin 2026, nga këto shpenzime kapitale 127 dhe shpenzime korrente 365. Për vitin 2027, 475 milion lek, nga këto shpenzime korrente 365 milion lek dhe shpenzime kapitale 109.8 milion lek. Financimi i brendshëm në vlerën 97 milion lek dhe financimi i huaj në vlerën 12.8 milion lek. Për vitin 2028 parashikohet financim për programin mbështetje për burimet natyrore në vlerën 473 milion lek, nga të cilat shpenzime korrente janë 367
dhe shpenzime kapitale 100.6 milion lek. Këto të mbuluara në 91.5% nga buxheti i shtetit. Projekt ligji siguron mbështetje buxhetore për shpenzimet e personelit, shpenzimet administrative dhe funksionimit, pra shpenzime operacionale për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minjera, Qendrën Rajonale të Inovacionit dhe Institucionit Evropian të Teknologjisë dhe Inovacionit për lëndët e parë. Dua të theksoj këtu se të tre këto ente publike, duke filluar nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, kanë veprimtarinë e tyre qëllim që të sigurojnë vazhdimsinë e veprimtarisë minerare në Republikën e Shqipërisë, duke garantuar të dhëna të sigurta dhe të besueshme në lidhje me burimet minerare në Republikën e Shqipërisë, si në zonat aktualisht në shfrytëzim, ashtu edhe në zonat e reja që pritet të shfrytëzohen. Në këtë kontekst e nderuar zonja kryetare, unë dua të theksoj se Republika e Shqipërisë ka një potencial shumë aktual në çështjet e lëndëve kritike dhe strategjike minerare. Dua të theksoj se nga rreth 49 lëndë minerare të cilat aktualisht janë të zbuluara në Republikën e Shqipërisë. Neve kemi brenda vendit mundësinë që të shfrytëzojmë rezerva minerale strategjike apo kritike, të cilat janë sot ndër lëndët më të rëndësishme në veprimtaritë industriale, po edhe gjeopolitike të Bashkimit Evropian edhe më gjerë. Konkretisht, dua të listoj këtu depozitimet e bakrit të shpërndara në vend me një total të zbuluar rreth 20.250.000 ton, me një përqindje të bakrit rreth 1.45%, lëndë strategjike minerale. Lëndë nikel silikat për një total depozitimi prej 104.096.000 ton, me një përmbajtje 1.16% nikel në dispozicion në këto lëndë mesatarisht lëndë këto strategjike minerare. Nikel sulfuri 2.222.000 ton, me një përqindje mesatare 0.34% nikel, lëndë strategjike. Lëndë kritike, titano-magnetite, rreth 78.323.000 ton, me një përmbajtje rreth 6.1% të metaleve titano-magnetike. Lëndë kritike minerare, boksite, 20 milion ton, me një përqindje 22.03% lëndë kritike. Lëndë kritike strategjike, arsenik, mangan, lëndë kritike strategjike, albitofire, lëndë kritike strategjike, fluorit, fosforitet uranbajtse, me një total me mbi 70 milion ton të disponueshme në vend. Magnezitet në total rreth 1 milion ton të disponueshme në rezerva të zbuluara. I përmenda këto lëndë kritike dhe strategjike për të pasur dhe ky komision njohuri se Shqipëria është sot një nga vendet me potencial të lartë për prodhimin dhe shfrytëzimin e këtyre lëndëve kritike dhe strategjike, të cilat jo vetëm do ndihmojnë ekonominë dhe industrinë vendase, por do i përbëjnë edhe një burim të sigurt, dua ta theksoj të sigurt, nga një vend partner i këtyre materialeve për vendet perëndimore. Shpenzimet kapitale të buxhetuara në vlerën 97 milion lek. Në projektet me financim të brendshëm janë përfshirë projekte studimore në fushën minerare, të monitorimit subjekteve minerare,
të licencuar në fushën e shfrytëzimit minerar, studimeve gjeologjike, geodezike dhe hidrologjike. Këto projekte implementohen nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, nga Autoriteti Kombëtar dhe i Sigurisë dhe i Emergjencave,